gru. Se më shkojmë se vjetë koritmi. Ka shka bre korito, me kanë korito? Po vjetë kembre vjetë. Si vjetë më shkojmë e prishmin, temel e prishmin. Ja, do të me shku pa tjetër. Po kalzëm ku bre se m'plose, ku më shku, me kanë korito? Po të e nisëve të nipi jem, shehër me shku. Qashtu? Po veç balinoti po m'vjen. Pse? Na kem, aj nuk e heq. Po, ani, qa më bo, po shkojmë. Dohet më shku, nuk bën pa shku, a? Qështë edhe jo? Ja, po s'bën heq. Ja, valla, e prishmi bren temer se më shkojmi. Ja, mu shumë shkova, se nësja vetë, qka s'di me ndreq, me kunas të ndre. Që ti me nuk e të haja. Po bre! Daj. Kena me shku pëse jam daj. Daj, pëse është të mare, më të një mëjnon, më të një mare është. Veç me hongër. Veç me hongër. Si vjet, e marrë dhe vlavin. Ja, kejt me shkuhe. Ja, lavlon, ja. I kena bijat, apo Po, vini nonës. po, I ja. dorës me snipit që në konë. I morën bijat e thmine dhe nurte, po shkujna krej. Mire ki, valla. Po i morë mi bijat. Zdi bre, po kështor, po edhe artoni të jetë hotre, sa i gjithë ka pos qef morë të nisi. Ani jo ka kalëzaj që sheni kras gjithë. Shumë mirë, shumë mirë. Merë edhe artonin. Po. Krejt i morën, krejt. Po. Ja, marë e kombi, bilartoni shkena me kombi, për spagujna kombit. Bravo. Ani dhe i Ano, thamë. mami? Po që shë krejt, thmine krejt, suj. Merni. Këshire, a i vjeto konë banes. I ka pas dy soba. Shty qëfar shpije ka? Soba plot. Qështu prosër një krejt, edhe masi është ashtu, sirën telefon. Se mos pingu shtujna, shkujna kalabla. Po. Hajt, sirën telefon edhe... Kismet po. Po shkujnë, vana. Do ta thëjri. S'felon që t'kerna i herë, që shu bo? Shek i me lanë, shta shelan mas gjësore e shumë shivë, më me më Goja. S'ki flejt valla ty. Me thonë, unë e pa, se nuk e di se moj men kur jam shu. Hej, sa mirë bënëm që i thërëm. Edhe i hekim gajri, dyqysh, po edhe kështu po kam qef, sa vedin motor. Po valla, edhe mu jo që sëm shkun ma veti me barë. Aja ka problem sa qeli iftar të kollën e cigarë, ma se në s'di mu nalë ma betaj. E kështu që po thu bremi a ba me mort ka që ma me ba kështu vetë, se s'është që po di fërt. Jo, më shfar vetë që ka të folë, por ti veta ka me ba vetë. Por osit mi që ati, të restorani ati afer, e ka kapacitet edhe për 50 veta në kot iftarit, mi thonë e ti bane, ku për 50 veta. Jo, për që ka të folë, req ati. Po dalë një pjup një orë kohë që të shëtit mi. Jo, duhet më këthy pak më herët, bilit bëjina, i sena o me lavëden. E që ki qef në sen me nërejq në mërzim për veti, po kështu. Se gjellë sen jo e prosit mi. Po dhe po thash kështu diçka pëtën me bë, mas iftari, mas. Ashtu po. Kështu kështë si ki qef të pin internet, qka ki qef aty, kështë në reset, në resh në reset. Tu këshyr jam qështu, s'pe di qa moj me bë. Këshyr më kështu të tirë? Këshyr më të janë urët të tirë? Ku, mos ja qel. O, mos ka bon për mja qel, se sigur ta dojnë me ardhë. Që e nali, valla, e nali. A thë për një me dojnë me ardhë, na? Po, bese qa me nove, t'vina të 30 vetë. S'kifaj, valla. Ki sigur vjetë dojnë me ardhë? Sigur, të ki, po mos ja qel, hajt le, shumë ishtë të nali. Mare, be, ma thë mos ka në sen qeter. Jo, bese sa në s'ka po i... Që më apet të thirë, O, mos ja qel, bese krytu më dhanë pitina, mos ja qel. Lej, nalja, hajt. O, se qeli, ka dalë, mos më... Se më të qelë, prit. Ani lej, krejt, hajt. Tu më bo me rak jam tu bo. S'ki që ka bo është lej, veç hajt mos ja qel. Prap, Kur s'ja qel s'vjen. E nali, No, prap. është, letë E nali. diçka, në ti monja dipula njerë që to. Pse? Mi bon shumë mira që ki pjek. I monja dipula që to, tjera se një porosit mja gjë. Ani, hajt. Ja, speqel që sa herë për thini speqel.
Se qelë, se ata në shihër flejnë, se Po, qelin. skifa. A pi shkon e i kosh aty në shihër? Hade, kërkosh nuk jo shkon, asë nuk shkojnë kërkon. Ja. Po i zdi që a i thirëm se, pa ta gëzohen dhe ma shumë mos me thirë heq. S'ki nevoj, hajde, apo shkojnë po bohën gati. Po bile ma se va pa me shku pa i kalzue. Shka t'ke qelu hajnë. Po qashtë të vëlloj, se bohën kohre tani më frega dit në i sen. Që edhe bijat e një mujnë pak. Një me o atina me Dan Bajram sa ati i vjeti i ka me teatre. Ati me si vjet. Jo, nësja, pse me thirë Den Bajram? Le shkojnë edhe ata vetë. Jo, bolli kom bijat e mija, nipat, krejt, po se harani ne i kone, krejt mija këtë. Mire kanon, me bo me thirë dhe e Bajram. Kuna ze kombre, do të më mështue. Dhe nisin, mos e harani. Po, mos tanin, hajtë zoni, tham ke majlit e thirë. E hani, pra ani. Krejt. Deri minja. Edhe shkojnë pak merë, sa tja sheherash me kalla bollë, ki madhë bre bëhet para iftarit. Shëhret bohet. Po. Elias, a tira artonin ta marrë kombe. O, po be, po zdi, që tha, pala e mënët se bobën e kesh smut. Që, ta merë, po shketi një PM. Ka vend. Që, leta merë moj bi, vjeher e ki, thuj, thire, leta merë. Qysh me lanë babën vetë. Po tash me këshyra ashtu adhon e vjerën e smut e kam. Po unë do të me lanë vetë. Pse me lanë vetë, po mere, more? Unë të njësë shkoj si në shpite me shkoj. Ja. E di qëfar nipi kam unë. Fundit, si mës të nazojnë një kombi 2 prej marim, veç me shku krejt. Hajde, po që më bogoti, Hajde, po që më. Unë e të veshna, unë edhe po Hajde. Nuk thiri më doja. Ani nuk thirë, o ikë mos ma përmen. Jave kam i me teatri. Edhe vjetë nuk shkum na. Mare, valla po. Po ti kjerën e ki. Shka, kur shka jone të nana, të motra na ikon, ti shka pra, që me mgumu shka një ftartë fundit. Ande ke, kur shkoj vrone pa ty. Unë në market në shqipa ty të doja me shku, pa të qkete Se shohe ma vi. Pa ato ty dojnë ma shumë be. A po, shumë vëlla. E ki pa në që da që shumë. E, po kësina blem të kësët, a? Jo be pajtë se ka vakt. Po di që ka vakt, po, ma sigur, ndështë ta vje bagja ma heret e bëjmë ne ma bet para iftarët. Ku me dit, ma se në që shmi thonë ati, prit se unë du të me shku me blej boka? Ose me matë përdore bagja dhe me shku me blej boka? Po ani për qa dush, hajtë. Qube këshire më, ma shumë ty t'ka lotë nuk atë se musët. Këshire, a do të nëjë sen qeter ajo? Ko gjëbës do të se mirë? Këshire, bese e ki zanati mas një, shko se ku marru që të. Po e di, more, mirë është, krejt janë. Okej. E ki bli, hajde e gëzaf. Punës është i punës. E punës. Me nulla që ke vli. Nej, se shala zotit asel. More këshishka. E nisi ka pasën banes vitën e kalu, me ka shitat banes, e ka morë një shpi, qfar shpije, qfar o borri, Valmirja, ti të renin, vala që mund. Soba, plot. Plot në demi. Nime, hajde, apo dalim ja? Në bërë është E pa ani, Valla, ti njeri Valmirja di të renin. Po valla, edhe që qëllun bia, bësa mirë. Po që, ta peqi Ka bo trenu, nusja e nisit, bre, shumë na ka bo sa i ki, Po dhe bijat, pej dosmes të nisit që në konë më bijat, mirë, shëqyr, po valla, këshire qfar o borë, këshire qfar shqije. Qyja qfar ja pija, mashallah. Shqyr beja ka stil zoti. Ti e di që nga ka bo sa i gjini. Kur ti she bia qa ka më gëzu. Hajde dalim. A dalim? Hajde buke, hajde dalim. Ti këshyri mi këta. Ani që ashtu. Hajde, apo më nësh me dalim. Po, që ti shumë të hajde. Hajde. Hajde të ciknita. Pikneja? Hajde një kejta, hajde, o gjyshët, hajde, qka jemi, hajde.
Hajde. Hajde, hajde. Hajde me gjyshe. Hajde. Mos me donjalve, mos me donjalve. Hajde. Hajde nënës, hajde. Hajde. Ka dalë, pritni unë e njerë gjyshit him renda, pritni njerë, prit. Hajde, të njëri, hajde. Hajde. A, ini krejt? Po, hajde. Opa, hajde. Nalë mre ti boj më rezila. Qa po kërësit një bre? Nalë më përti. Që ko azilja? Hajde të gjysh, hajde të nënës. Abe ju, sheni ndalë mërë, hëtë mërë maklina? Po shumë. Ha, bre! Shumë i bese na bone horë, këj shia. Buket e apëshë sa mu dalë. Jo mu afru nga. Hajde. E atë me zilës. Hajde me gjysh, hajde. Shti, prit, kur dalin, prit. Oj, nisa, do dojës misafir, bre. Shtir, hajde. Që shumë për thamë, gratë me njën, burat me njën. Hajde. Hajde, gu. Nalë me nëmë, nalë. Hajde, pak. Bre me shtë. Andena, qatu. Hajde qëllë. Vinis, ka dalë me shpirë se mund është me thiva atej. Ka kushtu vedaj që ka ble? Ka dalë se mirë. Mirë është mirë. Mirë. Mirë rahatur si djoli. Mirë. Doja, a ka hala? Jo bedaj, po, pak për duk, mja, po, bile që mali, tu pik dhe me morë dhe aqën, se njëse dhe te ka... O, ka, Krejtë pas këtë prishë, la po du të me morë, se keni morë. Ej. Ka dole se me vron djoli. Ma me gjishën, rrit që atë gjishës. A pak për do kominu se... Haj, se shnesh shisholla ina, shnesh e për të mire, vina, apete, po... Ata tu qësh janë? Jënë dej krejtë. Që bu shkojmë të mikenisit pa me sajnë. O të bo i kare, të bo shikojmë tare të i kare. Jo, nuse nuk bët hajgore me ato punë. Jo. Edhe dhanur ti pas ke morë sot? Pa. Valla, benis, si kom pas as një herë e thash vinë. Po, vedoj, po. Shumë be po kam qepe, se nusja jote shumë be sajgina ka po vjetë. Me qatë lezet kemi ardhen. Po, valla. Shumë mirë doj, shumë. Edhe me të baston që shtu se kishe bu. E nes, hajde dhe i qatë jeni të pësi di shka një morë, Le- hajde. Që ka shtë këthy që shka? Jo, s'ka një. Hajde, su se hojnë, hajde. Hajde. Veç pak, Ani doj, sa. Ku po mirë bënëm që i morëm krejta. Po. Gjatë drita i pas ka vërë. A knoqe me nëmë. Kemi ardhën shërë, kemi ardhën. Kam qa pa tam, ti do e ki bësh ato këshrën e tom, unë do më nejtë një motor tam. Po, veç kanë me ato s'kanë ardhë ato. Edhe unë do në përmi pita ato, që kanë me? Kime ne, që, e që kanë me po? Burat veç këna me ne, krat veç. Që edhe rahat kime ne, me motor. Jo këta normal, mërka jo këta normal. Po e më s'ka ditë në. A fa më se që telefon, se që. Jo mërë këta normal, jo këta normal. Që kanë të fërëne? Se të më kinë në. Hajde të morë. Hajde, brashura. Avdes më daj, sa avdes, që me kërë Po kërë të shku të ditë pse? Po s'që zenë. Jo, ka pu që bjarë. Që ka përgjë se nashë? Dini mrejnë. Hes. Gjithë Gjithë me i për pasët vejtë që më mërë ato. Që ka bëjnë e thonë e morë se një të bësë ka? Mos, më pëse ndoshta me s'mo portirë pëse je shumë e mirë të edhe shtë ndoshta me s'mo eki. Mos va me kështu. Mos syve, kene mujtë. Që mos bëjë? Pse i të bëjnë qëjtë një? Po të që heki veç ato. Atë kujtu të kemë, am farë me se që telefon, se që qire ne. Am farë për zhjiti se që qire telefon. Që ka bëjsh të në? Hamdes, mërë Hamdesa? Jo, jash mas iftari dajs, mas iftari të jash. Hejte. Hajde. Që ti bëjë? A i të po? Sen ka më pëshur dhe vakti iftarët. Me Ramazan që më që i iftarë ki? Që i bërë veç. Po shpija i nëmë. Na kujdes, më stani të rënë. Po, nëse s'keni mujtat. Herën tjetër. Vish dy natën i kofërën, po e gatë.
Hajde. Hajde. Po gjyshe, rina. Hajde. Hajde, se qikat me hekin I gane. Pa, për nëse dash, s'po dini me nejtë për iftara? Jo, qysh, jo. Vjet, kem veç pak, veç 2 net me të me dojë. Po, në ka dokë sy të vjetë, jemi të knash, sa rota ajo, Po qëta, thanë qika 3 një javë dit. Si Qa? vjetë këna më nejtë 1 javë me dojë. Bre grupe, si kështu më shmendja. Po valla, 1 javë kena me nejtë. Po. Bez. Shtatë zonë, mashallah, shtatë zonë. Po, shtatë. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet, lavdërimet, madhrimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, një I vetëm I pashoq, salavatet, selamet, më të përzemrat ai dërgojmë zotëriut e njerëzis, vulës e pejgamberisë më të dashnit Allahut, Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes me përshëndetjen islame, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njëkohësisht shfrytëzoj rastin të uroj muajin e madh të Ramazanit, muajin e bekuar, muajin e bereqetit, mirësisë, faljes së gabimeve, muajin e mirësive, muajin e gjitha të mirave që Allahu ka dashur këtë ummet me përzgjedh me këtë muaj të përzgjedhur nga 12 muajt. Allahu na mundsoft agjërim të lehtë dhe të pranuar. Allahu na mundsoft ta jetojmë dhe ta përjetojmë këtë muaj të madh të Ramazanit. Me jetë e me shnet ta jetojmë e ta përjetojmë me ndjena, me bindje, me iman, e me shpërblime, e me vepra të hajrit mira që e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Të nderuar teleshikues, besimtar, kudo që jeni, që po na shiqoni, atë që kam vrejtur në episodin për cilin jam ftuar të flas, vlera e misafirit apo si duhet pritet misafiri. S'pari kisha me shpreh dëshirën apo me pas dëshirë, me thonë një fjalë që me shpresua se kish me qenë shumë e udhës dhe e mirë që ummeti Muhammed alayhi salatu wassalam mi kuptua mësimet e këtij dini të madh të Allahut xhaleshan, mësimet e Allahut dhe mësimet e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Pritja e misafirit apo ikramut dhaif që shë ka përmend Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, apo Allahu xhaleshan mbi të gjitha në Kur'anin famlart, pritja e misafirit është nga veprat e mira në dinin islam, është nga morali dhe sjellja edukata e njeriut, dhe vepër e shembulltyrës njerëzis, pejgamber të Allahut, sahabët e Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe njerëz e mirë. Për ato, thot Muhammedi alayhi salatu wassalam, nuk ka mirësi tek ai njeri I cili nuk I mirëpret mysafirët, apo njerëzit nuk I mirëpret. Në anën tjetër, shembullin më të mirë e kemi nga Kur'ani famlart, ku Allahu xhelle xhelalu na tregon nga njëri nga pejgambert e mëdhej, apo siç quhet baba I pejgamberve, Ibrahimi alayhi salatu wassalam, ku Allahu xhelle xhelalu ja dërgoi me laçet me urdhnin e tij, të shkojnë të japin myshdë Ibrahimit alayhi salatu wassalam për evladin e tij Ishakun, që do t'i vjene nga Sara, gruaja e tij. Ibrahimi alayhi salatu wassalam kur i erdhën mysafirët nuk I njofti, por I priti me pritjen më të madhe, më të mirë, më të dëshiruar, me buzëqeshje, jo me fytyrë të mrolur dhe të prishur. I priti, I dhan selam, u akthei selamin, Allahu xhaleshan po thot, apo ndëgjoni rastin që I ka ndodhur Ibrahimit alayhis salam me mysafir të nderuar. Vërtet me laçet mysafir të nderuar, po Ibrahim alayhis salam nuk pi njeh, por në këtë rast Allahu e nderoi Ibrahim alayhis salam me pritjen e mysafirëve, se është nder mi prit mysafirët. E Allahu xhelle xhelalu e përgëzoi Ibrahimin alayhis salam, po jo vetëm kaq, Ibrahim alayhis salam jo që I priti mirë, po ju afroi më të mirën dhe ju tha, a nuk po hani? Me laçet nuk hanë, dihet ajo. A nuk po hani? Me laçet nuk hangën, por nuk ju tha hani, me nervoz, me të keq.
Por ju tha, a nuk po hani, kjo tregon dhe dëshmon dhe sinjalizon se pritja e tij ishte shumë me dëshirë. Në anën tjetër, pritja e mysafirit apo respekti dhe nderi i mysafirit është nga imani, nga bindja në Allahun xhaleshanu. Për ato Muhamedi alayhi salatu wasalam thot, kush beson në Allahun dhe ditën e Kiametit, le ta respektojë, nderoje, sajdises, ta bëjë sajgi kanë mysafirin. Kështu na shprehet Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Pastaj po ta kthenim të parën tonë, të nderuar teleshikues, vllazën besimtar, si kanë prit parat tonë. Kanë shpresuar mi u ardhni mysafir. Fundit mysafiri është bereqet. Bereqet, a pak që bën dua për tyje, a pak që lutet për tyje, Allahu ta shtoft bereqetin, Allahu ta shtoft mirën, Allahu t'i dhash të mirat, Allahu të furnizoft me të mira. Madje sidomos në Ramazan me ushqyje një agjërus, me të njoftoj apo nuk të njoftoj, po sidomos në ditët e sodit nuk ka raste që vjen dikush pa të njoftue. Rrallë janë ato raste, por edhe nëse vjen nuk duhet na prishet zemra. Lutim Allahun zemër gjerësi për neve dhe tërë ummetin Muhammed alayhi salam për të mirat që na vijnë nga Allahu xhaleshanu. A pak që lutet mysafiri për bereqet, për rizq, për halal, për të mirat që vijnë nga Allahu xhaleshanu. Pastaj Muhamedi alayhi salatu wasallam thot, man aftara sa'iman, kush i jep me hëngër një agjërusit e ka shpërblimin si ati pa i munguar asgjë nga shpërblimi. Në anën tjetër, mysafiri është vlerë e madhe për njeriu që i vjen dhe është i nderuar dhe i përzgjedhur ai njeri që i vjen mysafirt prej Allahu xhaleshanu është i përzgjedhur dhe i nderuar. Prandaj të nderuar musliman, të njoftoj apo nuk njoftoj mysafiri, ne duhet ta presim me mirësit, duke pasur parasysh se është nga imani, nga bindja dhe është shpërblim i madh pikpritja e mysafirit. Por duhet ta cekë edhe një gjë, nëse një njeri shkon te dikush, por ai nuk i ka kushtet shumë në favor të mira, send, nuk ka çka t'i ofroje, edhe ai qëndron gjatë tek ai, nuk është e udhës, thot Muhamedi alayhi salam, qëndroje e ta shtihen gjuna. I thonë, si mund ta shtihen gjuna, ja Rasulullah? Thot, mund ta shtihen gjuna sa ai cikletohet në veten e tij, s'ka çka t'i ofroje dhe ti çete para në tryezën e tij. Në anën tjetër, po t'i kujtojmë rastet e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, se si kanë mi prit mysafirët. Vetëm një rast me kujtue, kur erdhi një mysafir te Muhamedi alayhi salatu wasalam, e Muhamedi alayhi salatu wasalam nuk kishte si ta pritte ata, nuk kishte mundësinë, tha, a ka kush që e pret mysafirin e Muhamedit alayhi salatu wasalam, Allahu do ta mëshiroj. Ky njeri, ky sahabi i cili e çuditi Allahun xhaleshanu me rastin e tij dhe veprën dhe reagimin e tij që e bëri, kur shkoi drejt te gruaja e tij dhe i tha, oj grua, do ta presim mysafirin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wasalam. Andaj, a kemi çka t'i qesim për ushqim? Tha, asgjë nuk kemi, vetëm ushqimin e fëmijëve. Tha, fëmijët kur vjen momenti që ti ngjum, edhe në anën tjetër kur vjen mysafiri, na ndale kandilin dritën e na bëjmë kurse po ham e në të hajë mysafiri ushqimin të cilin e kemi. E në mëngjes Muhamedi alayhi salam tha, a din që ti e ke çudit Allahun xhaleshanu me këtë veprim? Ka pas raste që Muhamedin alayhi salam e ka ftuar një sahabi, ka qenë edhe dikush me sahabët tjerë sahabët Muhamedit alayhi salam, por edhe duke shkuar tek ai person, një tjetër ju ka bashkangjit, nuk ju prish. Pejgamberi alayhi salam i tha, edhe ky na u bashkangjit, nuk ju prish fytyra, zemra nuk ju thyja atij njeriu. Ka pas raste që pejgamberi kur e ka pa dikush që u ngushtue, pejgamberi ka marrë e ka nda ushqimin dhe me bismillah, elhamdulillah. A pak që mysafiri kur të vjen dhe i sjell diçka, i ofron diçka, e sajdis e bën sajgi me diçka, thot bismillah, elhamdulillah. Përmendet Allahu xhaleshanu, falenderohet Allahu xhaleshanu, bën dua. E në veçantë në muajin e madh të Ramazanit që përmendëm më herët hadithin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kush e ushqen një agjërus, është një transmetim tjetër që i thanë sahabët, ja Rasulullah, po s'ka çdo kush prej nesh ta ushqeje një agjërus, ta edhe një pikuj mi ia dhon, shpërblimin e njëjtë e ka, e sidomos kur bën dua agjërusi i cili thot hëngrën ushqim agjërusit, e njerëzit e mi hëngrën ushqim,
e bonën iftar agjerusit, edhe dua bëjnë me laqet e Allahu Gjereshanu. Andaj, asgjë që është e mirë edhe e udhës edhe e kërkuar nga Allahu dhe Muhammed Mustafaja a.s. nuk është në damin tonë, por është në favorin tonë, dobin tonë, thot Allahu Gjereshanu, çka do që boni khajr dhe të mirë prej vetës tuaj, do të gjeni mirë dhe me shpërblim të madh. Shpërblimi është i madh, ne synojmë shpërblimin për ato. Muhammedi a.s. i mëson të kështu sahabët, shok gjeneratën më të mirë të njerëzis, dhe Allahu Gjelalu kur tha fastabiqul khairat, garoni për khajr, ata vetëm garoni për khajr, çka është e mirë garonin për të mirë, çka është e keqe ndaloni dhe stoponi. Fundi të nderuar teleshikues, a na vjen diçka prej Allahut? A është e khajrit? A është e mirë? Kone kënaqti Allahun Gjereshanu. Po, nuk ju përgjegje kërkesave, mirësive të Allahu Gjereshanu, e hidhnon kanë vetëm veten, e dëmton dhe e kënaq armikun tënd. Ai është djalli, Allahu na ruajt. Andaj ti përgjigjemi kërkesave, mirësive të Allahu Gjereshanu dhe ato të cilat janë të mirën tonë dhe ti gjejmë inshallah në botën tjetër tek madhnia Allahut në xhenetet e tij. Allahu na takoft për të mirë, për xhenet dhe për punë të hajrit. Allahu na i hap gjokset dhe zemrat për mirësi dhe bujari dhe gjitha ato të cilat e kënaqin Allahun subhanahu wa taala. Allahu na takoft për të mirë inshallah në të ardhmen.